është krejt e papranueshme. Dhe nëse ka bërë ndonjë gabim fatal, për ne qeveria ka bërë gabim më fatal në këtë rast. Po edhe vetë si figurë deputeti sot jam në shërbim të popullatës, kur ai rrit rrogën që ka në shërbim të popullatës, neve kemi pensione deri me 3.000 lekë në fshat. E 6.000 lekë. E kupton. Po pensioni më i madh, pensioni sot për shembull në fshat është 101.000 lekë. Tani. Pension në fshat flas. Po prapë, edhe në fshat të duhen lekë. Po patjetër, ose mos ja jep. Dyka, ose zgjidhe, ose mos ja jep. E kishit premtuar protesta? Po. Ka një farë lëvizje të pensionistëve, por jo në ato që duhet. Ne kemi vetëm në Po, ju e dini ndërkohë që kosto jetesës është rritur me shpejtësi nga kur e bëth këtë deklarat. Ka gati 8%, 9%. Po jo vetëm aq, po për ditë po na ngushtohet lagu. Shohin se s'po na del më, ndoshta shkoshim deri ditët e fundit, tani na duhet për gjysma. E mujt fillon ajo si tush një farë krize që s'kemi më para, për shembull për nevojat e ditës, deri më për të tjerat. Pra? Kështu ka një farë lëvizje, por unë e quaj shumë të vogël këtë lëvizje. Duhet të ngrihemi se vetëm Tirana 137.000 veta. Duhet ta tundim qeverinë në këtë rast. Nuk mjafton vetëm të thush, ose të thush se po përpiqem, po duhen zgjidh problemet. Duhet zgjidh problemet. Pra, ju e gjuat këtë për shumë sa kështë e vjedhë qeveria vetëm këtë tuneli Llogaras, edhe këtë tenderi Unazës? Ne e indigjojmë dhe me të drejtën ndjehemi mjaft keq për këtë. E para një herë se nëse gjithmonë flasim që se janë të vërteta e do të provohen, është një keqje jashtëzakonisht e madhe. Që njerëzit që ne presim të na japin shpresë, na japin besim, na japin ndryshimin, na japin lekët, për shembull, edhe për ne s'pas ka lek. Kurse ja pa e pam ku janë lekët, s'ka lek për asnjë, se i pam se i vjedhin. Është e keqje shumë e madhe dhe duhet të vihen para përgjegjësisë 1 orë e më parë. E megjithatë, nëse shohim komunitetin e pensionistëve, zoti Xhani, vërejmë që veçanërisht në procese elektorale janë ata mbështetësit më të mëdhenj të qeverisë. Mos po tradhtonin niprit tuaj përveç se veten, po hajtë se veten si bëhet vënë për veten, për niprit paktën flas. Nuk mund të them se po tradhtojmë niprit e mbesat. Ju sa nipër e mbesa keni? Unë kam 5. I keni këtu të gjithë? Jo. Faleminderit, më mbaron